pse Zoti ka dërguar më shumë se një fe. Konstatimi se Zoti ka dërguar dhe ka shpallë më shumë se një fe është konstatimi i paqëndrueshëm. Nga se Zoti ka dërguar një fe, nga se Zoti nga krijesat ka një kërkesë. Eni abudullaha wajtanibu at-tagut. Kjo është kërkesa e Allahut. Adhuroni Allahun e madhnuar. Ndërsa në anë tjetër largohuni nga çdo krijesë tjetër, nga çdo i adhuruar tjetër që nuk meriton të adhurohet. Kjo është kërkesa. Fjala la ilaha illallah ka qenë jehona e të gjithë pejgamberëve, ka qenë tigulli që ka torkitur në zemrat dhe vesht e të gjithë popujve nga e kaluara deri më sot. Prandaj Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga njerëzit që të besojnë në Allahun, të nënshtrohen, të bindin Allahut të mënduar dhe ta adhurojnë Allahun e mënduar. Ky është koncepti përmbledhës i të gjitha misioneve të pejgamberëve që ka ardhur në tokë. Prandaj të nderuar, në Kur'an flitet për pejgamberët dhe Allahu tebaraka ve teala sjell pejgambert nga e kaluara si dëshmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i Allahut. Sikur të kishim pas pejgambert e mëhershëm, fetë të tjera, nuk do të ishte Ibrahim alayhis salam dëshmitari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të ishte Musa alayhis salam dëshmitari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në anë tjetër, sikur të kishim qenë shumë fe, nuk do të ishim të obliguar të besojmë në Ibrahimin alayhis salam, nga sa i përfason fe tjetër. Do të ishim me të vërtetë të orientuar vetëm në besimin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ne e dim shumë mirë se nëse e mohon Lutin alayhis salam, se ke besuar as Muhamedit alayhi salatu wasallam. Nëse e mohon Nuhin alayhis salam, se ke besuar as Muhamedit alayhi salatu wasallam. Nëse e mohon Musain, Isain alayhis salam, se ke besuar as Ibrahimin alayhis salam, as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nëse këta janë vëllezër pejgamber që Allah i ka dërguar me një mesazh, sikur që e përmenda, ta adhurojmë Allahun, t'i përulemi, nënshtrohemi me atij dhe të besojmë në atë që Allah ka kërkuar nga ne. Ndërsa në detajet e adhurimeve, në kuptimin e rregullave, dispozitave, aspekti juridik, po ka dallime, nga se njerëzit dallojnë në kërkesat e tyre, në nevojat e tyre, në problemet e tyre, në mundësitë e tyre, andaj Allahu te barekuta këtu i është përshtat mundësive të njerëzve. Prandaj ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një fe që përmbush të gjitha kërkesat e njerëzve, përmbush të gjitha nevojat e tyre, ja përgjigje në të gjitha pyetjet që ata kanë nevojë deri në ditën e gjykimit, duke të kaluar kështu të gjitha kufizimet historike dhe gjeografike. Prandaj deklarimi se Allahu ka dërguar më shumë se një fe është më tepër një poem hipotetik tendencioz se që mbështetet në argumente dhe fakte që burojnë nga librat e shenjtë, në veçantë nga fjala e Allahut dhe fjala e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.